2006 nuk u bë ky projekt, ky plan. 2006. A ke menduar që do të kesh probleme me qytetar? Ky është paralajmërimi që profesori pensionuar Ramadan Adema i ja ka thënë në sy Naim Gashit, i cili tashmë ka marrë lejen e komunës së udhëhequr nga Agim Aliu për ndërtimin e një restoranti 2 katësh në vend të hapësirës prej 15 ari, ku ndodheshin lodrat në hyrje të parkut Liria në Ferizaj. Komuna tashmë i ka zhvendosur lodrat nga Lëndina Hajmali në rrezet të diellit, duke i futur në hije mes pishave. Por veterani i sportit Ferizajas dhe shokët e tij thonë se ata dhe qytetarët nuk do të lejojnë që fëmijëve të merret hapësira publike ku ndodheshin lodrat. Nuk më interesojnë partitë politike, ku cila parti për banë s'pe banë. Jo njerëz, çka është mirë për fëmijë, për qytetar, është e mirë se ardhur. Prona publike nuk guxon të jipen në këtë mënyrë. Prandaj po vjen shumë keq, jemi vanu pak, po s'është vonë se e kemi zonë të vetë pikat që i ka qetë e Zotnia. Si Adema edhe shumë qytetarë të tjerë kanë shprehur mbrëm dhe sot habin kur kanë parë në mediat sociale fotografitë e rrethojës së Lëndinës me projektin e restorantit dhe numrit të lejes ndërtimore në parkun me shtigje të bukura që përshkohet për ditë nga qytetarët. Por Gashi, i cili një herësh është edhe drejtori i qendrës rajonale për punësim, ka thënë se që nga viti 2019 nuk i ishte lejuar ndërtimi i restorantit, edhe pse e kishte marrë parcelën për shfrytëzim për 5 vjet nga Agjencia e Pyjeve e Kosovës dhe Ministria e Bujqësisë. Me kontratën e re është vazhduar pëlqimi i shfrytëzimit të hyrjes së parkut deri më 2033. Ai thotë se komuna ja dha leje ndërtimore vetëm pasi e fitoi rastin në gjykatë. Edhe kom fitu me gjykatë. Për apet një farë zvarritje, deri sa është bëhë tamam me krejt dokumentat, me leje ndërtimore, me krejt. Edhe zëdhënësi i komunës së Ferizajt, Selim Marevci, ka thënë se drejtoria e urbanizmit ja ka refuzuar kërkesën për leje Gashit për 5 vjet me radhë, por se në fund ishte bindur verdiktit të drejtësisë. Atëherë komuna e Ferizaj ka rakt para aktit të kryer ta që kushtimisht, sepse gjykata e ka njohur të drejtën e palës për punën e lejes ndërtimore, dhe fakti tjetër është që pjesa në shfrytëzim e asaj pjese nuk është e komunës së Ferizajt, mirë po është e Agjencisë Pyjore të Republikës së Kosovës, këtë rast bie në domenin e Ministrisë së Bujqësisë. Por opozitës Ferizaja se nuk i është mbushur mendja, duke ngritur dyshime se pse pushteti i Aliut ja dha lejen Gashit pa debat publik, duke ditur rëndësinë që ka parku për qytetarët, sidomos hapësira e lodrave tashmë të zhvendosura. Ne e dim që Agim Aliu i ka fituar zgjedhjet tu premtu parko, jo që nuk i ka bërë edhe 3 parqet e tjera që i ka premtu, po ka finisë edhe me i shkatru të vetëmin parqe që kemi në komunën e Ferizajit, që është edhe mshme sepse ka qenë vetëmi hapësirë të cilën sidomos banorët që jetojnë në zonën e qytetit kanë mujtë me shfrytzu bashkë me fëmijët e vetë, sepse kanë ngulfat të gjithë Ferizaj nuk ka lënë hapësirë askon tjetër. Ne, si lëvizje vetëvendosje, si qytetar, do ta kundërshtojmë deri në fund këtë projekt, do të marrim edhe masat të tjera, përmes kësaj deklarate paralajmërojmë drejtorin dhe kryetarin e komunës të cilët e kanë lëshuar këtë leje, kërkojmë nga ata që ta shfuqizojnë këtë vendim dhe të marrin masat e nevojshme, në mënyrë që mos ta lejojnë që ky projekt të zhvillohet në këtë hapësirë publike. Kenan Gashi, drejtori i organizatës jo qeveritare Avonet, thotë se komuna nuk është dashur t'ia jepte lejen Gashit për shkak se edhe vetë komuna ka paqartësi në interpretimin e dokumenteve dhe ligjeve për planet zhvillimore, pasi gjykata supreme ka rrëzuar së fundmi përfundimisht PZK-n e Ferizajt. Avonet ka paralajmëruar një protestë te parku i Liria të premtën prej orës 10. Gashi thotë se interesimi i qytetarëve është i madh. Ne e kemi bën një pyetësor publik, një mendim për të marrë qytetarët, për disa orë kanë shpreh shumë shqetësim edhe interesim qytetarët për të zhvilluar një protestë, dhe për këtë arsye kemi kërkuar me të premtën në ora 10 një protestë në këtë pjesë për të krijuar për ta krijuar një shqetësim tonin lidhur me këtë vendim të lejes të tillë, dhe natyrisht për të shprehur shqetësimin ton jo vetëm për këtë objekt, por edhe për ndërtimin e betonizimit të qytetit. Thirrjes i bashkohet edhe profesori i pensionuar Ramadan Ademaj dhe shokët e tij. Do ta çojmë zonën maksimum premtën e kemi një protestë këtu në ora 10. Los qytetarët me fëmijë, me gra, me gjithë dhe të vinë to se që kjo nuk gëzon do. Ademaj dhe Gashi janë të bindur se presioni qytetar do t'i detyrojë institucionet lokale dhe qendrore që të ndërrojnë mendje dhe të marrin vendime të reja në dobi të qytetarëve.